Veshja sot nuk është vetëm objekt interesi nga ana e krijuesve të modës. Të ndjekësh modën nuk është të thënë të vishësh me rroba të shtrenjta nga koka e të këmbët, por me pak shije llogaritet që edhe në këtë pranverë dhe verë mund të dukemi bukur. Kështu mendon dizajnerja Shema Sahiti, ateljenës së cilës e kemi vizituar këto ditë, nga ku edhe po ju sjellim disa prej mendimeve të saj në lidhje me trendet pranverë-verë 2015, materialet dhe ngjyrat që do të jenë më të përdorura si vjet, si për veshjet e ditës, ashtu edhe të natës. Po, normal edhe sikur edhe gjastines e dimnit, vazhdimësi është edhe pranverë do thotë, janë në veshjet e përditshme, janë gjërat që banë do thotë stili ma i gjanë, pjesa e lartë, zakonisht veshjet ma të gjera dhe ma të gjata. Poshtë nuk është diçka definitive që ose do të me kanë vetëm e gjatë ose vetëm e shkurt, ajo mbaret në bazë të dëshires njerëzve si dojnë mundur. Si në mbrëmje, po ashtu edhe ditës, vazhdimësi do thotë e vjeshdimës, janë edhe prap janë ngjyrat pastel, do thotë ngjyrat më të lehta. Është ngjyra do thotë vjollce lehtë ose si quajmë edhe ne lila, është ose lejla, është edhe ngjyrat pjepen e butë, është baby blue ose e kaltërt e lehtë. Janë të nuancat pastel që janë vazhdimësi është ngjyra mente, janë vazhdimësi e ngjyrave do thotë si vazhdimësi e ngjyrave edhe të vitit kalum, nuk janë ashtu ngjyrat shumë të forta, ka qenë vitet më para. Tash është edhe koha e maturantëve, do të thotë është interesimi shumë i madh i maturantëve, ato janë gjitha janë vaza të reja dhe ato normalisht që ndikon edhe nga ata që e shohin ose në televizione ndryshme ose që ka pas dikush tjetër ose në fytyrë publike. Megjithse ne gjithherë ju preferojmë që ato kenë diçka më të thjeshtë, më unike që duken më bukur, se ato janë vetë vajza të reja. Po kur e kemi fjalën për dasmat ose këto, janë do të thotë shumica klienta tashmë që i kam të rregullt, kërkojnë edhe ndihmën ose mendimin tim. Ka edhe prej atyre që vinë ndoshta me një ide të vetën, pak a shumë bajnë kombinime për me dalë diçka më unike, po nuk janë edhe ato që dojnë ndoshta qysh edhe këtë ashtë edhe sfundi kë eventi ndërkombëtar që u mbajt, do thotë kanë prej ty aktorët që jashtë e kam fjalën, dhe do thotë ke patëm me klientat të cilat mrena 24 orë kërkuan në fustanin që i shpadha atje, do thotë ka kërkesa ndryshme. Ajo ka treguar edhe për nga i sjell materialet me të cilat krijon kreacionet si veshje solemne, por edhe ato të përditshme për klientelën e saj. Unë personalisht furnizona këtu në për Kosovë, Shkup, edhe Tiranë. Kemi edhe lidhjet tona direkt nga Turqia. Kemi do të thotë njerëz që furnizojnë në Kosovë, po bëjmë lidhje edhe kur dalin jashtë, ka do të thotë tash po ka mjete të komunikimit shumë të lehta që ty prej atje po ta dërgon foton ose mostrën për material atë pëlqen, mendon që ti kjo ka me edhe do të thotë nuk është keq, edhe vetë tash mendojmë shumë shpejt ballafaqohemi edhe vetë atje direkt ti preku ma afër ti shohim, nuk është keq. Do të thotë e veçantë që e bën diçka të veçantë veshjet e mia ose fustanat mi, unë gjithherë pretendoj fustanat e mi të kanë elegancë. Do të thotë të kenë lije që të dalin në pa linjat femërore, do të thotë beli gjithsesi kam si pikë synim atë të jetë shumë i theksuar. Edhe mendoj që ajo që fustanat e mi bën më të veçantë, gjithherë mendoj të beli të jemë shumë e saktë, do të thotë linjat e klientit t'jenë pa, është beli që e banë femrën shumë ma femrore, edhe mendoj që ato është pika që une gjithherë mundohna ta kem të gjitha krimi imi. Edhe gjithsesi, dëshira jemi është që krimet e mia t'jenë ma shumë me punim dore, do të thotë me materialet t'jenë përpunume,
Po këto është pak problem se do të thotë në gjanat shumë unike që ti krijon me durët e tua është pak ma problem me të vlerësu krahasim me materiale që vinë gatshme. Do të thotë hala na vjen njerëz që duhen me vlerësu që ti ke bën një mund, ke kushtu një kohë, jam i thare ose si thon ma shkurt e du shumë punën e dorës, edhe do thotë për mua është shumë i veçantë një fustane se e ka një detaj që është punu me dorë. Është shumë më i veçantë se sa një material që ndoshta ka kushtu shumë, po është i gatshëm.